Izraeli do t'i bëjë Iranit atë që i bëri Hamasi në Gaza, kërcënoi sot ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz. 4 ditë pas që rebelët Houthi të Yemenit, aleatë të Teheranit, lëshuan një raketë në aeroportin ndërkombëtar të Tel Avivit. Unë i paralajmëroi udhëheqësit iranian që financojnë, armatosin dhe shfrytëzojnë organizatën terroriste Houthi se sistemi juaj ndërmjetësimit ka mbaruar dhe boshti së keqes është shembur, tha Katz në një deklaratë. Ju jeni përgjegjës direkt. Ajo që i bëm Hezbollahut në Beirut, Hamasit të Gaza, presidentit Sirian Bashar al-Assad në Damask, do t'ja bëjmë edhe Teheranit, shtoi ai. Në përgjigje të raketës së lëshuar nga Houthi të dielën kundër aeroportit, ushtria izraelite nisi sulme këtë javë në aeroportin Sanas, kryeqytetit të Yemenit, dhe termocentraleve të mbështetur nga Irani, një armik i betuar i Izraelit. Houthit i përkasin së bashku me Hamasin dhe Hezbollahun boshtit të rezistencës kundër Izraelit, siç e përshkruan Teherani. Megjithatë, Irani mohon se i ka ofruar mbështetje ushtarake rebelëve, duke pretenduar se po veprojnë në mbështetje të palestinezëve. Houthi kanë marrë përgjegjësinë për 10 sulme me dron dhe raketa ndaj Izraelit që nga fillimi i luftës në rripin e Gazës.